pasimi i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi me qenë dikush imanli pa e pranu pejgamberin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe pa e pasu atë. Allahu në Kur'an thot: "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Nëse me të vërtet e doni Allahun. Gjithë njerëzit pretendojnë se e duan Zotin, përpos atyre që janë të vobekt në kokë edhe nuk besojnë Zot. Mirë po gjithë ata që konsiderojnë veten besimtar, pa ma parasysh a janë të krishterë, a janë jehud, a janë budist, a janë konfucionist, a janë musliman, gjithë thonë se e duan Zotin. Por jo gjithë e kanë mënyrën e drejtë të besimit në Zot. Prandaj thot Allahu, nëse me të vërtet ju e doni Allahun, e doni Zotin, qysh ju po pretendoni e po thoni, fattabi'uni, më pasoni mua, pra Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, do t'ju doj Allahu juve. Allahu e ka kushtu dashurinë e tij ndaj nesh me pasimin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse ai është i dërguar i Allahut, është i deleguar i Allahut në tokë. Nëse ti e dërgon dikë për një çështje të thjeshtë, tash për shembull është sezona e dasmave. Edhe ti e çon një thirrës, një ftues shtëpi për shtëpi sikur se ka qenë më herët. Tash po bëjnë me ftesa letre. Sido që t'jetë, morali dhe mesazhi është ky. Edhe e çon, ti e ke përzgjedh atë njeri. Edhe dikush s'ta pret mirë. Mas pari kënë e ka ofendu, ty që e ke qu. Mas pari, a s'ka nderu ty, se s'ka besu ty, edhe s'ta ka prit mirë as atë që e ka qu me bo ftesën. E si është fjala me Allahun e Madhërisëm që i takon shembulli më i lartë. Derisa dikush dërgumin e Zotit se beson, e nënçmon, e mohon, e përgënjeshtron, çfarë dashnie mund me pas për Allah? Është e kotë, janë vetëm pretendime. Prandaj Allahu thot, nëse me të vërtetë e doni Allahun, atëherë pasoni Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Çështu ja dëshmoni Allahut dashninë e vërtetë. E nëse Allahu ju don, çfarë ndodh? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu ju don edhe u afal juve mëkatet tuaja. Kush për nesh s'ka nevojë, Allahu më na i fal mëkatet. Fatmirësisht Allahu na i ka mbulu mëkatet, sepse siç thoshte Omeri radhiyallahu anhu, po të kishin mëkatet tona arom me kilometra do të rrinim larg njëri tjetrit. Aq shumë mëkate bëjmë na. Por Allahu po na i mbulon, alhamdulillah, sa i madh është Allahu. E nëse kemi nevojë dhe dëshirojmë Allahu me na i fal mëkatet, me na i shpërla ato, na duhet me pasu Muhammed Mustafan alayhi salatu wasalam, e padyshim se Allahu është falës i madh dhe është mëshirëplot.